O që thot na kallëzo pak për ngrënien me dorën e majtë, respekt. Respekt edhe ty. Ngrënia apo pirja me dorën e majtë konsiderohet mëkat. Duhet njeri apo besimtari me ngrënën me pi me dorën e djathtë, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka këshilluar disa hadithe që të ham edhe të pi me dorën e djathtë, sepse shejtani han me të majtën apo edhe pin me të majtën. Prandaj një prej sebeveve që humb bereqetin në ushqim është edhe ngrënia apo pirja me dorën e majtë. Sa përket atyre të cilët janë majtak, pra që e kanë si dorë primare dhe edhe ma funksionale dorën e majtë se sa djathtën, themi të çështja e ngrënies dhe pirjes duhet gjithsesi me u eduku, me fillu me ndryshu këtë problematik, pra me fillu me mësu me hongër me djathtën dhe me pi. Pastaj gjërave tjera, puna, shkrimi, e tjera, dhe nëse i ban me të majtën, nuk ka problem, inshallah.